Tuneli Dhogaras që për hapjes së tij 2 vite më parë ka funksionuar pa pagesë, ndërsa tashmë do të ketë për herë të parë një sistem tarifimi për drejtuesit e mjeteve. Pagesa do të fillojë këtë muaj dhe do të variojë sipas llojit të automjetit, me qëllim mbulimin e shpenzimeve për mirëmbajtjen dhe garantimin e sigurisë në qarkullim. Tarifat për autoveturat janë vendosur 2500 lekë për një kalim dhe 5000 lekë vajtje ardhje, duke përkthyer një kosto rreth 1 euro për kilometër. Motorcikletat do të paguajnë 1000 lekë, mjetet me karroceri 5000 lekë, furgonet për autobusët 10000 lekë, ndërsa për mjetet e tonazhit të rënd tarifa do të arrijë deri në 50000 lekë. Për të siguruar një funksionim korrekt, autoritetet po zhvillojnë testimet përfundimtare të sistemit të pagesave të kamerave të sigurisë dhe pajisjet elektronike të kontrollit. Nga pagesat do të përjashtohen mjetet e emergjencës, policia, ushtria, zjarrfiksja, si dhe personat me aftësi të kufizuar, duke respektuar nevojat dhe prioritetet e qarkullimit. Ky sistem tarifimi synon jo vetëm të mbështesë mirëmbajtjen e tunelit, por edhe të krijojë një rregull dhe përgjegjësi më të madhe për përdoruesit e saj. Autoritetet paralajmërojnë se shkeljet ose shmangjet e pagesës do të monitorohen përmes kamerave dhe masave administrative.